Ky mbishkrim në afërsitë e urës së fshatit Firs tregon se kjo hapësirë monitorohet nga kamerat e sigurisë dhe ata që gjuajnë mbeturina do të raportohen në polici. Personat që ndalojnë me makina udhin mbeturina në këtë zonë do të regjistrohen tabelat për të monitoruar veprimi i jashtëligjshëm i qytetarëve. Edhe pse në një plakat në hyrje të rrugës, por edhe këtu shkruan se ai që hedh mbeturina do të njoftohet policia dhe është shenjë të mos hudhet mbeturina sepse ka edhe kamera. Por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë, ka domethënë mbeturina në pjesë të rrugës, po ashtu edhe në lumin Vogov, por edhe në pjesën e Erenikut ku derdhet lumi Vogov është mbushur me mbeturina. Në këtë vend, aktualisht janë duke u kryer punimet në ndërtimin e kishës protestante në Gjakov. Nga punonjësit e punimeve mësuam se kamerat janë vendosur në këtë vend që të mos hudhen mbeturinat, por duket se disa persona janë të pakujdesshëm në këtë drejtim, edhe pse njëri nga punëtorët e këtushëm tha se që nga vendosja e kamerës ditëve të fundit është reduktuar hudhja mbeturinave. Për pastrimin e lumit dhe deponisë në këtë vend, kemi pyetur kompaninë Qabrati, të cilët na thanë se pastrimin mund ta bëjnë kur të kenë njoftim nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov. Për këtë problematik, edhe Syri ka kontaktuar drejtorinë në fjalë, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje.